diskutohet shumë në Kosovë, një temë pak delikate, por janë dy qëndrime. Një qëndrim thotë që Isa Boletini pranoi që, të merrte financime. Financime mori, ai I dhan para dhe municione, por pranoi që, ne nuk do luftojmë kundër Rusisë serbe. Nuk do luftojmë. Sepse pyetja e drejtorit kundër zbulimit serb, Dimitri Apis, ishte kjo. Çfarë qëndrimi do marrni ju, shqiptarët, kundër nesh, kur Ushtria serbe të vinë në Kosovë? Do luftojnë kundër nesh, apo do luftojnë për krah Turqisë dhe kundër nesh? Unë I besoj më shumë një historian I serb, ka qenë diplomat, ai Sreten Draškić. Ai thotë që Isa Boletini tregoi shumë I matur dhe I tha këtij Apis, shikoj, tha, kjo varet, tha, nëse Turqia ju sulmon ju, tha, ne nuk do të marrim pjesë. Por nëse tha Ushtria serbe sulmon tha Kosovën, ne ta do luftojmë për mbrojtje territore tona dhe do luftojmë për krah Ushtrisë turke, I tha. Dhe natyrisht shiko, ne akuzojmë tani për disa tamë, për shembull disa gjëra që për mendimin tim janë të egzageruara. Shiko, Serbia kishte shtet, kishte ekonomi, kishte shërbim sekret. E kishte krijuar që në vitin 1811 kur ishte Principat. Tani kur ne s'kishim 100 vjet përpara. 100 vjet përpara. E njëjtë gjë Malezi, e njëjtë gjë Greqia. Kishte agjenturën e vet, kishte burime financiare, kapte njerëz që. Tani si mundeshim për shembull këta presit tanë të organizonin kremlujtje me 30-40 vet. Ku të gjeni municionin një herë? 1,1 këmsori, do 30.000 fishek, 80.000. Ata që 10-15.000, ku të gjeni municionet, ku të gjeni në armët, kështu që detyruan për shumë të menin armë. Të bënin kompromisa, siç I ka bërë Serbia për të bërë e pavarur, siç I ka bërë Greqia për të bërë e pavarur. Normale. Tjetër se këta tanët humbët në kohë, domethënë nuk kapën ritmin e kohës. Këta, bile kur vajtën në Shkup, Serbia ju tha këtyre, në lidhjeve të tyre, I tha që tani kryeministri shqiptar I kanë nga Shkupi në Selanik, nga Selanikut shkon në Stamboll. Vetëm Kosovë mos rrinë. Pse? Që të mos propagandoj, në opinion ndërkombëtar, në opinion europian, që në Kosovë u quan kryeministri shqiptar e çluan gjithë Kosovën. Pra Kosova është shqiptare. Të njëjtën gjë unë thash për shembull në 1878-ën, që edhe në 609 krek nga Korfusi, edhe në Sarandë, dhe aty shpadan kryenëritën vërje pilote, për gjithën opinion ndërkombëtar që Saranda është vërje pilote. Saranda, Delvina, këto, do të thënë Himara, me këto qëllime, ishin qëllime politike në radhë parë. Dhe për mendimin tim, Isa Boletini ka marrë qëndrim drejt dhe kur filloi lufta, është vërtet Isa Boletini në 15 vjet ka luftuar në Podujev. Podujev është në veri të Kosovës, në kundër forcave të Ramat Stret. Por do të jemi të ndërgjegjshëm që nuk mund ta përballon ta dot luftëtarët shqiptar me ato armë të lehta Ushtrinë serbe. Do të thënë me luftë frontale, po them gjithmonë. Shqiptarët në këtë kohë kishin dy opsione që diskutuan. Opsioni I parë ishte që të bëheshin me Ushtrinë turke dhe luftonin bashkë me Ushtrinë turke për të mbrojtur territoret vileze shqiptare dhe mbasi ikte rreziku, mbasi mundeshin ata, atëherë të kalojnë fazën tjetër që të kërkoshin për të lartë që Shqipëria të bëjë autonome ose pavarur, më vonë. Faktikisht, luftimet, përvoja tregoj që kjo është rruga më e drejtë. Pse? Luftimet në Janin edhe në Shkodër sidomos, ku luftuan bashkërisht, domethënë shqiptarët dhe turqit dhe otomanët, dhe ku shqiptarët ishin forca kryesore, tregoj që domethënë ishte më e drejta. Për shembull, Shkodra dhe Janina qëndruan 6 muaj në rrethim 7 muaj, kurse Kosova pushtua për 10 ditë. Pse? Sepse ushtria turke u troq, 1-2 vullnetarë shqiptar me çfarë të mbaronin ata? Ato nuk ishte shumë e vështirë të bëjnë. Domethënë, shqiptarët kishin mbetur akoma në periudhën e fisëve, ku bashkoheshin dhe nuk mund t'i bënin ballë një ushtrie moderne. S'mund t'i bënin ballë, dita e punë. Nuk mund t'i bënin ballë. Ata shqiptarët mund të bënin luftë guerile, po, për shembull kur kaluan, do të flas më vonë, divizionet serbe, Shumadia kaloi nga Prizreni, në Lum, në Mirdit,
Ishin kolona shumë të gjata, shumë kushte shumë vështira, mund t'ja zgjësoje punën e kolonës së të fillimin, po në Kosovë, që është terren fushor, nuk mund të bëhe kjo gjë. Po mos ishte ushtria turke, po mos ishte repartet turke që e kishin për detyrë të mbarnin Kosovën. Sepse Kosova ishte pjesë perandorisë turke. Domethënë, kosovanët që paguar takse për ata ushtarë, për të armatimin, për drejta që ishin blerë, domethënë, ishin pjesë e saj, e kishte detyrë ta mbronte, nuk është se e bënte për mëshirë ushtria turke. Domethënë në një farë mënyrë kryengrisit shqiptar në Kosovë pa dashje ndihmuan hyrjen e serbëve. Edhe historianët italianë që kam lexuar unë thonë që në fakt shqiptarët punuan për Aratë Ballkanik. Edhe kjo është 100% e saktë. Domethënë, përveç se në Janin edhe në Shkodër ku ja dolën ta mbronin. Po nuk u bë kryengritje. Prandaj, po megjithatë duhet të them diçka, më duket se edhe vetë otomanët nuk kishin një strategji të qartë se çfarë do bënin me këto troja. Po ja unë po atë thatë ju tani po argumentoj nga ana ushtarake. Shiko. Shtabi madhor turk kishte përgatitur planin për një luftë të mundshme kundër Aratë Ballkanik. Dhe e kishte menduar kështu që forcat kryesore të ushtrisë turke. Dhe kam iden që Turqia ja dilte të imposhte këta nëse nuk do kishte probleme me shqiptarët nga brenda. Po, ishte kështu, që forcat kryesore të ushtrisë turke të përballzonin në ushtrinë bullgare. Ushtria bullgare ishte ushtria më potenciale thash, po dhe ishte më afër Edrenet dhe Stambollin. Shënimi i Bullgarisë ishte pushtonte Edrenen, pastaj Stambollin. Distancë shumë e shkurtër. Kurse forcat turke në Maqedoni, në Shqipëri, në Kosovë do qëndronin në mbrojtje, derisa ushtria turke ta mund të rrezikun ushtrinë bullgare. Pastaj forcat do të vinin në ndihmë. E qartë. Kjo është skema. Tani mirë po ta marrim në realisht që u bë lufta, ata që menduar që Kosovën në tjetër do të erinin në Serbisë. Turqi, pse? E shpjegoj nga ana ushtarake. Ata bën fortifikimin vetëm të Shkodrës, të Janinës. Pse e bën? Me idenë që kur të thyesh ushtria turke, ushtria që ndodhi më vonë, ajo do të rriqet, do vinte në Shqipëri, siç erdhi ushtria. Në Shqipërinë e sotme. Po, në trekëndsin Fier Lushin Berat, edhe në prill, në mars, prill 1913, 20.000 ushtarë turk të kryesuar nga një general famkeq, Xhavit Pasha, që bëri masakrën ndaj shqiptarëve, dhe aty u mbarkuan dhe ikën në Turqi. Pra, Janina, Ankara dhe Shkodra duhet të mbronin të rregjën e ushtrisë turke, se logjika është e thjeshtë.